Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një video tjetër në kanalin ton. Në këtë video do marrim pemën dhe do ta dekorojmë pemën dhe shtëpinë, so shihni videon deri në fund. Dhe pemën, siç ju kam thënë edhe tek videot e tjera, do ta marrim natyrale dhe do vini me ne se çfarë do bëjmë. Po tro pemën e marrim të rozë. Ja. Besoj. No. Por gjithsesi, pa unë për shumë kohë, le të nisemi dhe shqipeni videon deri në fund. So guys, siç e keni kuptuar edhe nga video, kemi ardhur në Kur për ta marrë pemën, por tani kemi ndaluar tek një restorant ose kafe për të pirë një kafe sepse shumë herët. Tani do futemi brenda dhe do t'ju tregoj se çfarë do bëjmë. So guys, neve kemi ardhur këtu për të gjetur pemën dhe tu qika shumë marrë pasi për qika edhe shumë ftohtë, pas ka edhe shumë pemë dhe në fund kur ta marrim pemën do t'ju tregojmë se çfarë peme kemi marrë. Shijojeni pak natyrën. Po sheka si kështu, air çaj. Edhe mirë. Oh my gosh. Wait, don't drink it. Hey, Mom! Say on its happy. Hey. What happened? Cadova. Yes, exactly.
good breathing këto, që është shumë i madh. Edhe shumë i gjatë. Edhe Shumë e madhe. po. Është shumë e madhe. Nuk e largoj fusim Rena. Jo, shumë e madhe. Për zotin është shumë e madhe. Ha, nice. So guys, kemi bërë hiking gati po është deri këtu lart deri kemi janë majt malit. Është shumë ftohtë, më i out the top, nuk e ndjej fare. Aty po kishte një varr që kishte eraçe. Edhe na kjo është shumë e bukur, po kur bësh hiking kështu nuk kemi marrë për hiking, ne kemi marrë pemën, por me që erdhëm me marrë pemën do bëjmë edhe hiking sepse do kërkojmë një pemë të bukur. Edhe këto guret janë shumë që rrëzohesh. Aty si që thash po kishte një orvar që kishte eraçaj që ju ata nice. Edhe këtu ka vetëm çaj erë e mirë dhe ajër i pastër. Nuk ka gaz budollishesh makinash kështu siç kena na atje në Tiranë. Kjo është natyra bukur e Krujës që ka prishur çik për skaj. Tani do shkojmë marrim pemën sepse u bëm shumë vonë. In a life or death decision të shio mama, të të video. A, nice. Heti në... Mos Aili. Nuk do gjo, nice. Vetëm... Ui, sa da ka... Au! Fusha është më e madhe më duket. Mos e bukur. Ne si të. Guys, unë pa të ndrës komën të kutur pas kësaj. Ju goma kështu. Edhe që është ndrës komën. Duj. Ui ti atë. No, never. Ka gjatë dhe ta bësh. Guys, unë pa të ndrës komën. Të kutur anajsi. E ju lëndina e tja o të ma. Anë dhe rëzohesh. Ati ishte fix për piknik. Mos ta kemi idenë. është shumë bukur vejnë. Ata me cikin dhe të shqetuar. Më vajnë bukur. Ka më unë bukur vejta. Out. Ai ka më unë bukur vejta. Out. Mos shkoj atje thellë. Të tjera këto. Kime jo tjera atje. Ku? Që i qenë. Janë dhi. Është edhe kjo natyra tjetër që nuk e pam, po e pam tashim. Është shumë bukur po këtu, me shumë në poshtë do rrëzohesh. Po që se si tani në ka vapa, se kina hetë gjithë që këtë marrë këtu, se sigurisht në kësho grit për me bo hiking, edhe disa shumë e mblat në të vdek. Po me hejtë gjupin të ftofën, pas e së shumë ftofë. Po edhe kjo është shumë e bukur, vën shumë e bukur, so shikojnë ju. Do not go hiking on Mali Kruja. Se më ka futi këtu tani, edhe më këtu do të shrej forësën të këmbët. Edhe shumë në koma, do ullëm të këtë gujta hejse në koma. My second. Prito më se të prejshë sakë. Oh, nice! I say you took this for me. So guys, kemi ardhur tu të këtë cepi këtu me bura për të pushuar, ande shumë rëdikshme, prandaj kemi ardhur ne këtu. Tani do imi në kërkim të pemës prap, se nuk ka pemë si që duam ne, po do t'a gjejmë një se s'ka qatë bëjmë, s'kemi qatë bëjmë. Edhe tani shqipa një video ndëri në fund dhe për të parë se çfarë kam ndjelur.
So, si që tha, shifit e videon deri në fund për të parë se si e zbukurojmë pemën dhe se çfarë pemë marrim, okay? Tani do të hiqim heka këtu se u bajatëm vallë. Për zotin o guys, më duket se kena humbë se nuk po përgjigjet askush. Kena get to in the middle of nowhere. Yeah, but nowhere is safe. Tani do shkojmë të kërkojmë njerëzit. Me çfarë erdhëm të bashkohemi përsëri sepse jemi ndarë në buka kështu pa ditur. Po pra, 3 veta, 2 veta. Mos mund, mo. Ana e spet nuk më. Po guys, si keni videon deri në fund. Okej, tani ne do mundohemi të shkojmë tek ajo. Shtylllatja. Jo, këta e gjore atje, po nuk e di tash. Do shkojmë ne vetë do më nda najse sepse tjerë po shkojmë marrim pemën. Po, se ne pemën e gjetëm. Po, më duket nuk e di. Edhe jam vetëm më nda najsim këtu dhe kemi frikë mos e lajm, po tani do shkojmë atje brenda. Shikojmë. Shikojmë. Edhe shikojmë bashkë, sepse me pa juve ne kemi frikë sigurisht. Shikojmë jemi shumë afër jam. Jo, ajo nuk është kjo këtu. Tani do shkojmë. Pema po vjen. Kjo është edhe pema. Ku do i fusim topat se nuk na del. Del. I pëlqej pema janë në bukur hoshte. Ne lam videon për gjysë se do shkoshim aty ka ajo gjoja atje, po do shkojmë tek ai toneli. Sepse erdhët ju. Okej, tani me që pemën e pam, do shkojmë prapë aty ku shkuam për herë të parë. Shifemi ku të sosim atje, po jesë sosëm edhe pak edhe 5 minuta kemi. Shpresoj mos ketë ndaj buda dhe ka të brenda, sepse unë ka larg, më duket sikur ishte një njeri atë brenda, po nuk ka njeri, janë thjesht gruat dhe iluzionet e mia të dashura. Nuk çeka si gjë shumë e bukur varë. Ha. Gajzi. Vite si e çaj. Po, tani këtu brenda çfarë ka? Mund të kenë bërë magji, po ka kështu budalliqesh, ka dhe vezë të brenda. Shiko? Po, gjithsesi. Ana e sri këtu sa ti tregoj pak pamjen. Edhe kjo pamja këtu shumë e bukur. Tani, por gjithsesi do shkojmë çat ekstrem tjetër. So guys, ne kemi marrë 2 pemë, edhe do të shohim se kush është më e bukur. Kur shkojmë te shtëpia, kam vendosur edhe këtë kapuçin, edhe janë shumë të bukura të dyja, po gjithsesi do shohim prap. Edhe pemën tjetër që kemi te shtëpia. Për shumë të i do të vendosë. Tek këta maj, mos e tuni anajzit. Qenç të butë, lara, sa. Kemi ardhur të tek Bio Food Kruja dhe do t'ju tregëm ambientin se si është, po kështu që ka shumë i bukur, pita të tregoj dhe juve. Pas se u lodhem super duper shumë duke marrë pemën, kemi ardhur këtu tek restorant Kruja Bio Food këtu për të ngrënë drekën edhe anajsit, edhe që nga ambienti shumë i bukur, edhe do t'ju tregojm edhe më shumë edhe ambientin për jashtë sepse ishte shumë i bukur. Këtu nga unë nuk është se ka një gjë shumë bukur, por gjithsesi andej ka gjë të bukur. Këtu e kanë dekoruar për Christmas, shikojeni sa bukur. Shikojeni, është shumë e bukur. Edhe tani ka dhe disa lodra për kalamaj për jashtë dhe kur shkoj të Lozanaj se do t'ju tregoj dhe unë se si duken, okay? Tani do porosisim këtu dhe pastaj do t'ju tregojmë. Paçi.
tema jonë shkruani komentin mbullon nëse ju pëlqen. Apo jo, neve na pëlqen shumë. Dërgojmë edhe balkonin për të ta rullëm në një video tjetër që sigurisht që do t'ju bëjmë edhe, që do t'ju bëjmë. Nesër po desha që të bëjmë një day on our lives, lirë, ose një pozitë në jetën tonë. Përsëri, komenta mbullon sepse ne do ta bëjmë për ju dhe siç e shpresoj që të pëlqejë më ajo. Këtu kemi vendosur këtë çorapën që e kemi bler, për që me një në mëngjes, kur të zgjohemi të shohim se çfarë ka sjell Santa. Anajsi, kështu që edhe Unë kam që të me bli Santa bëskuqe, sa veç për bëskuqe. Po, do bëjmë edhe një video tjetër për jo tani, do ta bëjmë me datën 31, që do t'i shkruajmë letër Santa se çfarë do, dhe do t'i lëmë dhe biskotën edhe qumshtin aty, që t'i haj. Edhe me pejmën, me vajmin e pejmës, është matching edhe kjo gjë këtu. Edhe unë personalisht më pëlqen shumë edhe kapelja dhe mos harroni të bëni një like, subscribe, share, comment dhe paçi.